Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Fansat e Gjestit zbarkojnë në Tiranë, mbështetje e fuqishme nga Prishtina për finalen e madhe. Entuziazëm, emocione dhe përgatitje e jashtëzakonshme. Këto janë fjalët që përshkruajnë atmosferën mes fansave të Gjestit, banorit të shumë përfolur që sonte përballet për finalen e madhe. Qindra mbështetës të tij nga Prishtina dhe me gjerë janë nisur drejt Tiranës për t'i dhënë përkraje të fuqishme në këtë moment vendimtar. Organizimi është bërë nga menaxhmenti i Gjestit, i cili ka siguruar që çdo gjë të shkojë pas një pengesë, përfshirë edhe mbulimin e plotë të shpenzimeve për udhëtimin e tifozëve të zjarrt. Fillimisht ishte planifikuar që nisja të bëjë në orën 4, por për shkak të interesit të madh dhe për të shmangur çdo vonesë, organizatorët vendosën që udhëtimi të niset më herët nga ora 3. Në rrjetet sociale, fansat e Gjestit janë shfaqur të emocionuar. Ata kanë shpërndar fotografi nga përgatitjet, autobusët, flamujt dhe mesazhet mbështetëse. Mbështetja për Gjestin nuk po vjen vetëm nga Prishtina. Përkraja po shtrihet nga të gjitha trevat shqiptare, një sinjal i qartë se performanca e tij në shtëpinë e famshme ka lënë gjurmë të thella. Sonte finalja pritet të sjellë emocione të mëdha dhe një atmosferë të zjarrt, ku Gjesti ka përkrajen e pakontestueshme të fansave të tij, të gatshëm të çojnë drejt fitores së madhe.